Nga e qëtëstorje, nëse don me pa çka është kur s'ta don. Dy mashtrues, po i referohemi si Hasa dhe Hysa, u përpoqën ta shisnin një pikturë të falsifikuar, por ata u paguan me para të falsifikuara. Qysh ndodhi? Dy mashtruesit spanjoll, Hasa dhe Hysa, fillimisht ranë dakord të blinin një pikturë të gojas në mënyrë legjitime për $280,000. Edhe ata e paguan një depozit prej $20,000. Por para se të përfundonte transaksioni, ata e zbuluan që piktura ishte fals. Edhe një gjykat e vendosi që ata mujnë me majt pikturën fals për depozitën prej $20,000 që e kishin paguar tashmë. Më pas, ata filluan me u përpjek për me shit pikturën e falsifikuar, te me kishë është e vërtet. Ata u vunë në kontakt me një italian misterioz, i cili u tha se përfaqësonte një sheik që do ta blente këtë pikturë për $4 milion. Po, italiani tha, mu më vynë pjesa jam. E tarifa për to ishte $300,000, për shkak që e ka rregulluar marrëveshjen. Mashtruesit, Hasa dhe Hysa, i marrën hua $300,000 dhe udhtuan për në Torino për me përfundu marrëveshjen. Ata e takuan italianin edhe i dhanë parat e tij, pra $300,000. Edhe normal që ai ja u dha gjysmën e pagesës për pikturën, pra $2 milion. Por kur Hasa dhe Hysa u përpoqën të depozitonin parat në bank, aty e morën vesh që ishin para fals. Edhe kur kanë tentu me kontaktu italianin, normal që ai u zhduk. E këta dy burrat janë kthy në Spanjë se edin s'na dashti hiç. E kur janë kthy në Spanjë, janë arrestu në kufi. Autoritetet e zbuluan që ata dy po udhtonin me franga zvicerane të falsifikuara me vlerë $2 milion. Edhe ekstra një pikturë fals e gojas. A s'është që kjo storje kur s'ta dona? A mundi me tregu ju një rast kur ja u ka dasht? Ose kur s'ja u ka dasht?